Shumë kurioz me e pa, se qysh kanë me u gërshetu mes vete këta disa për reperve më të mirë shqiptarë që i kemi. Mu djemë ra me i dëgjun në të paralajmërime që i ka bëha dhe për një me që e thanë dhe komentet plot vera vetë sa ka njësë, sepse shumica e kongve po pëse që kanë me qenë jo vetëm hite verore, po edhe më gjatë, ama sigurisht kanë me pas efekt që me shiu hala ma shumë. Sa e ke pa gjithmonë verës, e për zgjidhim ka një kongë 2, edhe krejt postimet të nkuan e dëgjojmë në ultime, TikTokat bash, jënë me to, kështu që kongë të dëngjone që vetë se i ka në album, me plot gjasa kanë me qenë të tilla. Pra gjithse albumi ka me mbajt 10 kongë, është 100%, Prada, Black Terror, Ghetto me Wednesday and the South, BBB, që nuk e dina për çka mundet me qëndru, për mënej shpresoj që nuk është nëjë çka që nuk duhet më thonë. Big Brother. Big Brother Boki. Big Brother Boki, se dëngjohen të dojmë Boki. Obsesion është bashkëpunimi, jo, po është konga që ka publiku bashkë me Elionën, në video është konga Obsesion, që që ende nuk di nëse Eliona ka me qenë pjesë e këtij videoklipit kongës Obsesion, dhe pse Obsesion është titull dhe ku Eliona është pjesë e kësaj konge betë të më pa. Mas një texting, Mama dhe Angelina. Pra këto, kush është Angelina? Mësë është nga e ruse, mësë është nga e dashur ruse e ti? A pëse Angelina është amë shqiptare? Po rusës pëse është ka Angelina. Angelina amë shqiptare? International? Angelina Jolie. Po, një pësrej gravi më të bukra të historisë e njerëzimit. Ama është shumë interesant sa shumë po fokusohen në marketing. Artistat edhe, sidomos kur po paralajmërojnë albume, po gjejnë forma shumë kreative për me i paralajmëru. Thamë dhe dje, mënyra që i publikoj videot me personalitetet të ndryshme, Eliona, Daut Haradinaj, pastaj pat Zotri Garnigecin, e plot të tjerë, ke me një me e zgjoj një kurejshtje shumë tek gjithë dëgjus, po edhe ata që nuk e ngojnë fakt dëngjonin, që qau të paralajmëru, pse i kam lidh krejt këta njerëz. Edhe pse dëngjoni ka qenë disa herë dhe artisti e reperi i vitit me sukseset e tij që ka pas, është një prej këngëtarëve më të dashur, më të ndjekun të publikut shqiptar. Nesër del albumi përndryshe me 2 korrek. Urimi Korriku. Që tash më kujtu që hënën korrek, Urimi Korriku. Unë ja kom uru shikuzve më njës, këta që shojnë veç showbizin, në kesh. Që se kiti kapat urim. Urime, nësë po thëmë urime, se po shkën vera. Kom folja shumë për Korrikun, është muaj më i ngrohtë i vitit, edhe është muaj i pushimeve, muaj i festave, i festivaleve, kështu që knaqë unë e shijojnë në maksimum. Edhe kështu në një neve masë. Vinë edhe bashkëdhetarët së shpejti, sepse vishë kanë fillu me ardhë, edhe atmosfera bëhet edhe më impozante. Ama që është muaj i pushimeve, e kemi vrejtme të madhe dhe në nësyre të nkuën. Vërtet. Gjithdo musafir në Vrejtë në shëngjen janë, musafir të emisionit. Krejtë bojmë pushim, na nuk bojmë pushim, vish me prodhu diçka që me nda, me shiku si qa shumë i dojmë. Wow, sa devot shumë që jeni, zot. Po këto temperaturat e nëzeta. Po dhe qërë, nëse se lavdro vetin, kush ka me të lavdru? Bashkë, kërështë. E kur jemi të albumit dhe projektet e reja, diçka që ma ka marrë vëmendje ka qenë Genta Ismaili. Ajo i ka fshi të gjitha postimet në Instagram, përveç një postime të binjakve të saj, që lamë në kuptu që diçka e re po ndodhë, sepse na e dim zakonisht tashmë, kur do që ka ristrukturime të Instagramit të të rrjeteve të tjera sociale, zakonisht paralajmërohet një projekt i ri dhe dorën në zamër. Genta Ismaili na ka mungu jashtë zakonisht shumë, na dina që ajo e ka zhvendosur jetën tashmë jashtë kufive shqiptar, por është një prej këngëtarëve hitet të të cilës mendoj që kanë mund ndjek edhe kanë mund dëgju gjithmonë. Unë e ende i di përmen shkangë të saj, dhe më thonë, kur i ka pas 2006, 2007, 2008, nësha kur ka qenë koha, kur publiku shqiptar është njoftu me Genta Ismaili. Dhe qysh për atër, ka pas hitet ndryshme, por është definitivisht një këngëtarëve më të dashtuna të publikut. Jam shumë interesuar me ditë, a e ka humbat elasticitetin të kenë vallëzimin fantastik që ka pas Genta, sepse përveç zonit, kongëve, ka marrë zemrën e publikut edhe me vallëzim, shumë atraktive ka qenë edhe në për spote, edhe kur është në gjithë skenë, që festivale, apo... Në fakt, nëse nuk jem të e kujtu gabime, ka pas një operacion që edhe vete pa të tregu, që për shkak të përdredhjeve të shumta që i ka bo në skenë dër vite, normal ka ndiku edhe ajo. Lindja, nëse edhe ka lind binjak, na e dim që nuk nonat në kështë që
e kalojnë shumë lehtë lindjen, sidomos kur kanë binjak, kështu që. Shpresojmë që të jetë mirë me shëndet edhe mirëpresim Genta Ismailin të rikthehet përsëri. Unë kisha gëzuar jashtëzakonisht shumë një albumi të ri. Se jemi të e pashë është trend albumi. Jemi të e pashë Imagjino me ardhë në bashkëpunim, sepse e kemi pa që shumica e të saj zhvillohet në Turqi me ardhë në bashkëpunim me ndonjë artist